الإسلام سلام دين الإسلام سلام دين الإسلام سلام نهر يسقي دنيانا دين الإسلام سلام دين الإسلام سلام دين الإسلام سلام يوصلنا إلى مرسانا دين الإسلام سلام دين الإسلام سلام دين الإسلام سلام نهر يسقي دفلاسmi investimin apo kredimin e vitit të ri. Parësijës e sot, bota jo islame, bota krishtere, dhe ajo rronca islame, qohmi që disa lëvizje që banë, janë disa pregatitje për të festu këtë dit, janë disa veprime që banë në pregatitje për të kremtu këtë dit të shëpru. Për këtë arsye të flasmi sot, دفنيهم معانيتين نبيك بالدماء أنا مسلم نسبوا لديني كل عام فقد أفيه صاد إن شاء الله دردان ممكت فيه دردان مبارفات تكيش يام دي فيسا نرمان سندوشت هذا كريشكين فقد فيسا نبدين تشكتا vedëm se mu mler me krenu dhe me pi alkohol edhe me mu vetdijen e tyre dhe kashën dhe maraton nuk din asgjë dhe e din se këto ditë duhet me qenë koshim. أنا مسلم يا زمن Për këtë arsye, na inshallah si musliman, për arsye se dini jonë është që i kthejë popullin me zi qelë. مفتوح يا زمن الصمت القاتل جاوب قلب المجروح قال الله القرآن الكريم وأن هذا سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. طبعا مدينة محمد ذكوة سديني فإسلامنا كفتن نتام البميتة طولي يمشد الأسم البميتة ذاتي بين قسمية إذا طيجيك كترو إذا تطراسي البميتة دينيون مكشم أمرا دينيون مكشم طلابا فكذا سيئة شدوسن شيئا ملك الدنيا دوش مدين سشكاية والناس هنا أحباب والناس هنا أحباب والناس هنا أحباب Se Muad ibn Jabeli, Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshilloi ata dhe i tha: "Ja Muad, kujdesu për këtë gjumë se çka po flet." Muad ibn Jabeli i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Tha ja Rasulullah, a do të pyet mua edhe për ata që cilën e flasmin në këtë dunja? A do të pyet mua edhe për ata që del prej juaja tona?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: القاتل جاوب قلب المجروح فلدي كثير مسائل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Me qenë se ndelsin e kalu, premtum se në këtë dërës do të flasmi për disa sebebe apo shkaqe të cilët njeriun e çojnë zina. Mi po këtë dërës do të pauzojmë dhe do të kalojmë, do të flasmi mbi vestimin apo kremtimin e vitit të ri. Pasie se sot bota jo islame, bota krishtere dhe ajo ndojza islame, qohmi që disa lëvizje që i bon, janë disa pregaditje për ta festu këtë dit, janë disa veprime që i bon dhe pregaditje për ta kremtu këtë dit të shërtu. Për këtë arsye do të flasmi sot, do të njihmu me realitetin e vitit të ri, do të njihmu faktikisht dhe me festimin e Krishtlindjes sipas termit të tyre, cila është e vërteta dhe cila qëndron mbi këtë festim dhe çka ka thonë Islami mbi ata të cilët përgatiten apo e festojnë këtë ditë. Na kujtohet një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me shokët e tij dolën Baqiul Gharqad, dolën te varrezat e Medinës ku nalë dhe tha: "Ahwadithu anni ra'aytu ikhwani", athëm ka morë molli dhe janë përmallu, sikur që ti ishta pa vllazërit e mi. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ju përgjigjen atij dhe i thanë: "Ya Rasulullah, alasna ikhwana", a nuk jena na vllazërit e tu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ju jeni shokët e mi. Vllazërit e mi janë ata të cilët vinë pas meje, pas vdekjes sime vinë këtë dunja, nuk më shofin ato të të besoj, veprojnë dhe ecin në hapat e mi që të janë vllazërit e mi. Ata
e ka më të amël se mjati, thash ma i freskë se bora, tha në vej këti uji, do të bin ato dashamirët e mi, ato që kanë qëndru në sunetin tim, ato që i kanë përcil rapat e mi, tha i cili pin prej këti uji, s'ka me lupi më kur, tha unë e shkoj atje, dhe e pregatiti këtë bazen, që më ka dhuru Allah subhanahu wa ta'ala, tha përderisa jam duke pregatit këtë bazen, tha e shoh me laqër, një trup të madhe të njerëzve, i përzon dhe nuk i lon më hapru të ki bazen, tha të rëmë e shpejtoj dhe i dalë për para dhe i tham, ummeti, leni se këto janë prej ummetit tim, unë e dhe këto për i shoh shenjët e abdesit dhe shenjët e namazit, leni këto që të vinë dhe të pinë këtë bazen, tha me laqër, në këthejnë dhe me më thorë, inë ke la të dri ma dhe ahdetu badër, ki nuk e dinë se qka kanë bo këto pasteje, nuk e dinë se qfar festime këto kanë manifestu, nuk e dinë se me qka janë gëzu pasteje, e kanë bo ata që të cilën ti e kim dalu, janë gëzu me ata të cilën ti e kim dalu, ti nuk e dinë se këto qka kanë bo pasteje, laj dashër musliman, atu për nga meri sallallahu sallam, që këtë moment do të partëvejre dhe do të doje, ani leje se ka qenë agjami, jo, ndë gjosh ka thot për nga meri sallallahu sallam, ta fele kule le hum sohkan sohka, ta i tham dhe i përgjit një atinve, dhe i tham, largoni prej meje, s'kam pun me ata të cilën, e festoj një fejt të cilën nuk kam për lumën e ta, s'kam pun me ata të cilën, e ndryshoj rrugën time, s'kam pun me ata të
Kisha e Perëndimit e ka ndru